Parashikimi javor 15 deri në 21 dhjetor. Çfarë sjell kjo javë për çdo shenjë? Java që nis më 15 dhjetor hap një cikël ku vendimet e vogla marrin peshë të madhe. Energjitë e saj janë të qëndrueshme, por kërkojnë vetdije, durim dhe qartësi. Kjo nuk është javë për nxitim, por për zgjedhje të menduara mirë. Disa shenja do përballen me përgjegjësi, disa me qartësi emocionale dhe disa me nevojën për të riorganizuar drejtimin e tyre. Parashikimi i kësaj jave sjell udhëzim për punën, marrëdhëniet, financat dhe balancën personale. Çdo shenjë merr mesazhin e vet për të ecur përpara me më shumë siguri. Dashi, kjo javë të kërkon të ngadalësosh ritmin dhe të mendosh më thellë për vendimet që merr. Në punë përballesh me përgjegjësi që testojnë durimin dhe pjekurinë tënde, por gjithashtu të japin mundësinë të tregosh seriozitet. Është moment i mirë për të rregulluar çështje të mbetura pezull dhe për të vendosur kufi të qartë me persona që të lodhin energjikisht. Në aspektin emocional, java sjell nevojën për sinqeritet dhe qartësi. Një bisedë e hapur mund të sqarojë një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh. Financiarisht, kërkohet kujdes dhe shmangje e shpenzimeve impulsive. Energjia e javës të mëson se forca nuk qëndron gjithmonë te veprimi i shpejtë, por te zgjedhja e mençur. Nëse ruan ekuilibrin dhe nuk nxitohesh, java mbyllet me ndjesinë e kontrollit dhe stabilitetit personal. Demi, java sjell një ndjenjë stabiliteti dhe sigurie që të ndihmon të organizosh më mirë jetën tënde. Në punë, përpjekjet e kaluara fillojnë të japin rezultat dhe mund të marrësh mbështetje ose vlerësim nga persona me ndikim. Është periudhë e mirë për planifikime afatgjata dhe për vendime që lidhen me sigurinë materiale. Në marrëdhënie, energjia është e butë dhe e qëndrueshme, duke favorizuar afrime emocionale dhe komunikim të qetë. Nëse ka pasur tension, kjo javë ndihmon në zbutjen e tij. Financiarisht, situata është e qëndrueshme nëse shmang rreziqe të panevojshme. Energjikisht, ndihesh më i ankoruar dhe më i sigurt në zgjedhjet e tua. Kjo javë të kujton se durimi dhe këmbëngulja janë armët e tua më të forta dhe se çdo gjë e ndërtuar me qetësi ka jetë gjatësi. Binjakët, kjo javë sjell lëvizje mendore dhe komunikim intensiv, por kërkon fokus të mirë. Në punë mund të shfaqen ide ose propozime interesante, por jo gjithçka duhet pranuar menjëherë. Është e rëndësishme të analizosh detajet përpara se të marrësh vendime. Në marrëdhënie, fjala ka peshë të madhe. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë rrjedhën e një raporti të rëndësishëm. Financiarisht, java është neutrale, por kërkon organizim dhe kujdes me dokumente ose marrëveshje. Energjikisht ndihesh aktiv dhe kureshtar, por rrezikon të shpërndash energjinë në shumë drejtime njëkohësisht. Kjo javë të mëson se përqendrimi është çelësi i suksesit. Zgjedh prioritetet, shmang premtimet e panevojshme dhe do të ndjesh më shumë kontroll mbi situatat që të rrethojnë. Gaforia. Java të fton drejt qetësisë dhe reflektimit emocional. Në punë, ritmi është më i ngadalë, por të lejon të përqendrohesh në detaje dhe të shmangësh gabime. Është periudhë e mirë për të rregulluar çështje praktike dhe për të mos hyrë në konflikte të panevojshme. Në aspektin emocional, ndjeshmëria rritet dhe bëhesh më i vetëdijshëm për nevojat e tua dhe të tjerëve. Marrëdhëniet familjare dhe personale marrin rëndësi të veçantë. Financiarisht, java kërkon planifikim dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Energjikisht, intuita jote është e fortë dhe të udhëzon drejt zgjedhjeve që sjellin paqe. Kjo javë të kujton se stabiliteti emocional është baza për çdo vendim të qëndrueshëm dhe se kujdesi për veten nuk është luks, por domosdoshmëri. Luani. Kjo javë të vendos në qendër të vëmendjes, por kërkon përgjegjësi në mënyrën si e përdor këtë energji. Në punë mund të marrësh rol më të dukshëm ose një detyrë që teston aftësinë tënde për të udhëhequr. Është e rëndësishme të tregosh maturi dhe të mos veprosh vetëm nga egoja. Në marrëdhënie, pasioni është i pranishëm, por kërkohet edhe dëgjim i ndërsjellë për të shmangur keqkuptime.
Financiarisht, java është pozitive nëse shmang rreziqet dhe vendimet e nxituara. Energjikisht, ke vetë besim të lartë, por duhet ta balancosh me durim. Kjo javë të mëson se forca e vërtet qëndron në aftësinë për të frymëzuar të tjerët pa imponim dhe për të ndërtuar respekt afatgjallë. Virgjëresha. Java sjell rend, qartësi dhe nevojën për organizim. Në punë, aftësia jote për të analizuar dhe për të vënë rregull të vendos në avantazh. Është moment i mirë për të rishikuar plane, për të sistemuar dokumente dhe për të përmirësuar rutinat. Në marrëdhënie, komunikimi i qetë dhe i sinqert ndihmon në forcimin e lidhjeve. Financiarisht, java është e favorshme për planifikim dhe rregullim të buxhetit. Energjikisht, ndihesh më i përqendruar dhe më i qetë, gjë që të ndihmon të marrësh vendime të mençura. Kjo javë të kujton se stabiliteti ndërtohet nga detajet dhe se përkushtimi yt sjell rezultate të qëndrueshme. Duke ruajtur disiplinën dhe balancën, mbyll javën me ndjesinë e kontrollit dhe përparimit real. Peshorja. Kjo javë të vendos përballë nevojës për ekuilibër mes asaj që dëshiron dhe asaj që kërkojnë të tjerët prej teje. Në punë, bashkëpunimet janë të rëndësishme dhe mënyra si komunikon ndikon drejt për drejt në rezultatet që merr. Është moment i mirë për të rregulluar marrëdhënie profesionale dhe për të vendosur kufi të shëndetshëm. Në aspektin emocional, java sjell qartësi dhe sinqeritet. Mund të kuptosh më mirë ndjenjat e tua dhe të marrësh një vendim që ka kohë që është ynë. Financiarisht, situata është e qëndrueshme, por kërkon vëmendje ndaj detajeve dhe dokumenteve. Energjikisht, ndihesh më i qetë kur arrin të ruash balancën e brendshme. Kjo javë të mëson se harmonia nuk vjen duke kënaqur të gjithë, por duke qenë i drejtë me veten. Duke ruajtur qartësinë dhe maturinë, java mbyllet me ndjesinë e stabilitetit dhe kontrollit personal. Akrepi. Java sjell thellim emocional dhe një nevojë të fortë për të kuptuar të vërtetën pas situatave që të rrethojnë. Në punë, mund të dalin informacione të rëndësishme që ndikojnë drejtimin tënd, ndaj është e rëndësishme të veprosh me strategji dhe jo me impuls. Në marrëdhënie, sinqeriteti është kyç. Një situatë e paqartë mund të marrë formë të qartë, duke të detyruar të marrësh një vendim të rëndësishëm. Financiarisht, java kërkon vigjilencë dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme. Energjikisht, ndihesh i fortë dhe i përqendruar, por duhet të kanalizosh energjinë në mënyrë konstruktive. Kjo javë të fton të heqësh dorë nga ajo që nuk të shërben më dhe të përqendrohesh te transformimi i brendshëm. Duke përballur të vërtetat pa frikë, krijon hapësirë për rritje dhe qartësi të re në jetën tënde. Shigjetari. Kjo javë sjell optimizëm dhe dëshirë për të parë përpara, por kërkon edhe përgjegjësi në zgjedhje. Në punë, mund të shfaqen mundësi të reja që lidhen me zgjerimin e horizonteve, por është e rëndësishme të analizosh mirë çdo hap. Në marrëdhënie, komunikimi është i hapur dhe pozitiv, duke krijuar hapësirë për afrime të sinqerta. Financiarisht, java është e favorshme për plane afatgjata, por jo për vendime të nxituara. Energjikisht, ndihesh më i lirë dhe i motivuar, gjë që të ndihmon të kapërcesh pengesa mendore. Kjo javë të mëson se entuziazmi është i dobishëm vetëm kur shoqërohet me maturi. Duke ruajtur fokusin dhe duke mos shpërndarë energjinë në shumë drejtime, arrin të përfitosh maksimalisht nga mundësitë që shfaqen dhe mbyll javën me ndjesinë e progresit real. Britsjapi. Java sjell përgjegjësi dhe nevojën për strukturë të fortë. Në punë, mund të marrësh role më të rëndësishme ose të besohet një detyrë që kërkon disiplinë dhe durim. Është moment i mirë për të ndërtuar autoritet dhe për të treguar seriozitet. Në marrëdhënie, stabiliteti forcohet përmes besimit dhe komunikimit të qartë. Financiarisht, java është pozitive për organizim dhe planifikim afatgjallë. Energjikisht, ndihesh i qëndrueshëm dhe i fokusuar, gjë që të ndihmon të përballesh me sfida pa stres të tepërt. Kjo javë të mëson se suksesi ndërtohet hap pas hapi dhe se durimi është një nga forcat e tua më të mëdha. Duke ruajtur disiplinën dhe vizionin, krijon baza të forta për javët që vijnë.
Ujori. Java sjell ide të reja dhe një dëshirë për të bërë gjërat ndryshe. Në punë, kreativiteti yt vlerësohet, por kërkohet edhe strukturë për ta kthyer një ide në rezultat konkret. Në marrëdhënie, nevojitet hapje emocionale dhe sinqeritet për të shmangur keqkuptime. Financiarisht, Java është e qëndrueshme, por kërkon vëmendje ndaj shpenzimeve të vogla që grumbullohen. Energjikisht, ndihesh i frymëzuar dhe i lirë për të eksperimentuar, por duhet të ruash ekuilibrin mes lirisë dhe përgjegjësisë. Kjo javë të mëson se inovacioni funksionon më mirë kur mbështetet nga planifikimi. Duke kombinuar idetë e reja me veprime të strukturuara, arrin rezultate më të qëndrueshme dhe mbyll javën me ndjesinë e përparimit personal. Peshqit. Java është reflektuese dhe thellësisht shpirtërore. Në punë, intuita jote të udhëheq drejt zgjedhjeve të duhura, por duhet ta shoqërosh edhe me veprime praktike. Në marrëdhënie, ndjeshmëria rritet dhe krijon hapësirë për afrime emocionale më të thella. Është moment i mirë për të dëgjuar dhe për të shprehur ndjenjat pa frikë. Financiarisht, Java kërkon durim dhe shmangje të vendimeve të nxituara. Energjikisht, ndihesh më i lidhur me veten dhe me atë që të rrethon. Kjo javë të mëson se qetësia e brendshme është një forcë e madhe dhe se duke i besuar intuitës, mund të shmangësh shumë paqartësi. Duke ruajtur balancën mes ndjenjës dhe realitetit, mbyll javën me më shumë paqe dhe qartësi shpirtërore. Nëse kjo javë po flet me ty, mos e injoro mesazhin. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën JavaMiami që energjia të aktivizohet. Bëj like që kjo rrjedhë pozitive të vazhdoj edhe ditët në vijim. Abonohu në kanal që të mos humbasësh asnjë parashikim ditor dhe javor. Dhe nëse e njeh dikë që ka nevojë për qartësi, shpërndaje këtë video. Ndoshta ky mesazh është pikërisht për të.